Si u dashurua Egli Tako me Gjestin në Big Brother? Egli Tako ka folur hapur sot për eksperiencën e saj në Big Brother VIP Albania, duke shpjeguar se si izolimi brenda shtëpisë ndikoi në krijimin e marrëdhënieve mes banorëve, përfshirë edhe romancën e saj me Gjestin. E ftuar në podcastin e Grida Dumës, këngëtarja u pyet për ndikimin që pati formati në jetën e saj dhe nëse ishte e vetëdijshme për vëmendjen që mori nga publiku. Sipas Eglit, përjetimi brenda shtëpisë është krejt ndryshe nga ai që shohin teleshikuesit, pasi banorët shkputen plotësisht nga bota jashtë. Kur hyn aty nuk e di nëse jeta jashtë vazhdon njësoj. Ti shkputesh totalisht nga realiteti. Nuk jeton më në atë botë që ke lënë pas, por vetëm në atë hapësirë, me ata njerëz dhe ato situata që bëhen e gjithë bota jote, u shpreh ajo. Egli theksoi se pikërisht kjo shkputje bën që emocionet të përjetohen më fort dhe marrëdhëniet të krijohen më lehtë të bjerë ndashuri kollaj, pasi banorët kalojnë çdo moment së bashku, pa asnjë kontakt me realitetin jashtë shtëpisë. Deklarata e saj u interpretua edhe si një reflektim mbi lidhjen me Gjestin, e cila nisi gjatë qëndrimit të tyre në Big dhe u kthye në një nga historitë më të komentuara. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.